shkruan Ylli Pata. Kungulleshat e emrave që po qarkullojnë këto ditë festive nga politikanët e opozitës janë më shumë se cinike. Madje edhe Adriatik Lapaj ka propozuar emra intelektualësh të njohur si alternativa për kryeministër teknik. Ndërta ka përmendur përparim Kabon dhe Dritan Kalon. Por nëse Lapaj ishte aq i dashuruar ndaj intelektualëve të njohur të këtij vendi, përse nuk i përfshiu ato në listat e kandidatëve për deputet apo si këshilltar bashkiak në zgjedhjet e pjesëshme, por bëri deputete tezën e tij e cila nuk di të formojë një fjali të thjeshtë në shqip, kryefjalë kallëzues kundrinor pa e përkthyer nga greqishtja. Pse Tiku nuk bëri deputet profesor Kabon apo doktor Kalon? Shumë e thjeshtë, nuk deshin, ndryshe i kishte të gjitha mundësitë. Partitë e reja nuk është se kanë ofruar ndonjë mundësi intelektuale të grupit të tyre politike, kjo nuk është se është ndonjë problem i madh. Partitë nuk janë akademi, por ata japin mundësi shkencës, ajkës, elitës të shprehet në bazë të një politike mbështetëse. Ose nëse nuk i japin në politikat e tyre qeverisëse, partitë shfaqin programin në dobi të trurit të kombit. Politika nuk është një akademi shkencore, është një bërtham i desh, e cila nuk kërkon me ngulm ardhjen e trurit, por jep kësaj pjese të mirë të kombit një ide, një alternativë. Po përse sot ka shpërthyer një delir opozitar ndaj emrave teknik për t'i sjellë si alternativa për një zhvillim të ri politik në vend? Sepse e kuptojnë se shqiptarët nuk i besojnë as Ali Berishës dhe as Adriatik Lapajt, e ndaj kërkojnë të kontrabandojnë emra jashtë gardit të tyre. I do t'iku emrat që propozoi për emra teknik? T'i fus në listat e tyre për deputet, madje t'i shpall tani. Ndryshe gjithë kjo logjik është një hipokrizi e turpshme. Protestat që Lapaj bën ndaj qeverisë janë një gjë krejt tjetër ndaj asaj që ai propozon për një alternativë qeverisëse. Lapaj sot po proteston për të larguar Edi Ramën, këtu mund të ketë mjaft diskutime, por në fund është një logjik normale, ka të drejtë të protestojë. Protesta e Lapajt, përkatësisht vendimi për të protestuar, duhet logjikuar tek ky akt. Sa vetë mbështesin, sa impakt ka protesta dhe çfarë do të arrijë ky aksion, që do të duhet marrë edhe një mbështetje apo jo në publik. Ndërkaq thelbi i këtij aksioni që është shumë i rëndësishëm është kush është Lapaj dhe njerëzit që e mbështesin. Sepse kemi parë në radhët e protestave të tij njerëz të shërbimit sekret të kohës së Enver Hoxhës që dalin si James Bonda të luftës së ftohtë, po përtej një panairi mitomanësh, a është opozita një parodi homologe e profesor Pilinçit apo një platformë serioze? Kjo është pyetja.